Dua pak të pyes edhe për problemet dhe shqetësimet. Andaj kemi pasur disa raportime të ndryshme pak për probleme me rrugët. Pra rrugët janë në rregull realisht, por ka mungesë të trotuareve. Një e tillë është edhe në fshatin Myzhevin. Pra që rruga është në rregull, por ka mungesë të trotuareve. Si qëndrojmë me këto planifikimet për rrugët, për trotuaret? Po, realisht na çdo vit zgjerojmë pjesën e trotuarëve që ishin të konsorve për arsye të sigurisë dhe të tyre. Orientimi kryesor ka qenë fillimisht pjesa e ndërtimit të trotuarëve në zonat të frekuentuara. Unë më thonë që fshati Myzhevin e ka pas një paralele të ndalme të shkollës aty që tashmë nuk është aktive, është mbyll për shkak të numrit të vogël të nxënësve dhe pjesa e nxënësve bartet në shkollën këtu në Mestag. Ndërsa fshati Myzhevin nuk është që ka ndonjë rrugë, po them ashtu, kryesore, vetëm kjo pjesa e rrugës nisor që është një gjatësi e vogël, po megjithatë qytetarët kanë drejtë të kërkojnë pjesën e trotuarëve, që është si fazë shtesë para përfundimit të rrugëve kryesore që vazhdohet me ndërtimin e trotuarëve dhe pjesën e ndriçimit publik aty ku mundem. Realisht jemi në zgjerim të vazhdueshëm të trotuarëve, po marr parasysh edhe mundësitë buxhetore që kemi si komunë, po do të bëjmë një planifikim pak ma detalj të zonave që janë më të frekuentuara dhe më jap prioritet atyre për shkak të sigurisë të konsumentit. Pra, këtu Genci po i referohemi pak kësaj pjesës tek kontrata kolektive, pra si një shqetësim që kemi përmendur shpesh, pra që ka limituar investimet apo jo? Saktë, deri më tani kontrata kolektive vetë komunën e Istokut e ka prek me rreth 8.9 milion euro, marr parasysh që buxheti total i investimeve kapitale vjetore të komunës së Istokut